Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 8 nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Tetë nëntor. Ngjarje 1889. Montana pranohet si shteti 41 i SBA-ve. 1895. Duke eksperimentuar me elektricitetin, Wilhelm Röntgen zbuloi rrezën X. 1923. Adolf Hitler bën tentativën e parë të marrjes së pushtetit në Gjermani, me gru shtetin e dështuar në Muni, që njihet si puçi i hollit të birave. 1935. Fernand Buisson zgjidhet kryeministër i Francës. 1939. Në Muni, Adolf Hitler i shpëton një tentimi për vrasje, në kohën kur ishte duke festuar për vjetorin e 16 të Beer-Hall-Putsch. Lindje 1656. Lindi Edmond Halley, astronom anglez. 1848. Lindi Gottlob Frege, fizikan dhe matematikan gjerman. 1935. Lindi Alain Delon, aktor francez. 1969. Lindi Lutfi Haziri, politikan kosovar. Vdekje 1674. Vdiq John Milton, letrar anglez. 1953. Vdiq Ivan Aleksejevich Bunin, letrar rus, nobelist. 1984. Vdiq Vyacheslav Molotov, politikan rus. 1987. Vdiq Alia Namatak, folklorist, dramaturg bosnjak. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Alain Delon, i cili është një regjisor dhe biznesmen francez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Alain Delon. Alain Fabien Maurice Marcel Delon, lindi më 8 nëntor 1935, është një aktor, regjisor dhe biznesmen francez. Ai ishte një nga aktorët më të shquar të Europës dhe seksi simboli i ekranit në vitet 1960, 1970 dhe 1980. Në vitin 1985, ai fitoi çmimin César për aktorin më të mirë për interpretimin e tij të Notre Histoire. 1984. Në vitin 1991, ai mori Legionin e Nderit të Francës. Në festivalin e 45 ndërkombëtar të filmit në Berlin, ai fitoi Ariun e Artë të Nderit. Në festivalin e filmit në Cannes 2019, ai mori Palmën e Artë të Nderit. Delon u vlerësua nga kritikët për rolet në filmat Purple Noon 1960, Rocco and His Brothers 1960, Le Chis 1962 dhe Leopard 1963, Le Samurai 1967, La Piscine 1969, La Cercle Rouge 1970, Un Flic 1972 dhe Monsu Klein 1976. Gjatë karrierës së tij, Delon punoi më shumë regjisor, duke përfshirë Luciano Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni dhe Louis Malle. Si këngëtar, Delon regjistroi duetin popullor Paroles Paroles 1973 me Dalidën. Ai mori në shtetësinë zvicerane në vitin 1999. Delon pësoi një goditje në qershor 2019. Ai u shtrua në spital pasi kishte marramendje dhe dhimbje koke. Në gusht 2019, ai po shërohej në një spital zvicerian. Në një intervistë të vitit 2021 me Paris Match,
Delon shprehu mbështetjen për eutanazin, duke quajtur atë gjëja më logjike dhe natyrshme. Në vitin 2022, djali i Delonit, Antoni, zbuloi në autobiografinë e tij pas vdekjes së nënës së tij, Natalie. Alen tha se donte të hiqej nga mbështetja jetësore nëse do të dorëzohej në koma dhe i kishte kërkuar Antoni për të përmbushur kërkesën e tij nëse paraqitet një rrethanë e tillë. Menjëherë pas kësaj, disa organizata lajmesh raportuan se Deloni po planifikonte të jepte fund jetës së tij nëpërmjet eutanazisë, por raportet u mohuan me vendosmëri nga djali i tij, Alen Fabien, i cili tha se citimet nga libri i Antoni Delon ishte nxjerrë jashtë kontekstit. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për aeroplanët. A e dini se kush janë shpikësit e parë të aeroplanit? Orville dhe Wilbur Wright ishin shpikësit e aeroplanit të parë. Më 17 dhjetor të vitit 1903, vëllezërit Wright filluan epokën e fluturimit njerëzor, kur ata testuan me sukses një mjet fluturues i cili u ngrit nga fuqia e tij, fluturoi natyrshëm me shpejtësi të barabartë dhe zbriti pa u dëmtuar. Edhe përpara se vëllezërit Wright të merrnin fluturimin e parë në vitin 1903, shpikësit e tjerë kishin bërë përpjekje të shumta për të bërë si zogj dhe për të fluturuar. Midis këtyre përpjekjeve të mëparshme ishin shpikje të tilla si balonat e ajrit të nxehtë, airships, gliders dhe lloje të tjera të avionëve. Ndërsa u bë një përparim, gjithçka ndryshoi kur vëllezërit Wright vendosën të zgjidhnin problemin e fluturimit me njerëz. Në vitin 1899, pasi Wilbur Wright kishte shkruar një letër të kërkesës në institucionin Smithsonian për informacione rreth eksperimenteve të fluturimit, ai së bashku me vëllain e tij Orville Wright projektuan avionin e tyre të parë. Ishte një avion i vogël biplanesh i fluturuar në një çift për të provuar zgjidhjen e tyre për kontrollin e artizanatit dhe krahut të krahut, një metodë e arkimit të krahut të poshtëm pak për të kontrolluar lëvizjen dhe balancimin e avionit. Vëllezërit Wright kaloi shumë kohë duke vëzhguar zogjat fluturimit. Ata vonë se zogjt të rritën në erë dhe ajri që rrjedh mbi sipërfaqen e lakuar të krahëve të tyre krijonte një ascensor. Zogjt ndryshojnë formën e krahëve të tyre për ta kthyer dhe manovruar. Ata besonin se ata mund të përdornin këtë teknikë për të fituar kontrollin e rrotullës duke e mbështjellë ose duke ndryshuar formën e një pjese të krahut. Gjatë 3 viteve të ardhshme, Wilbur dhe vëllai i tij Orville do të krijonin një seri fluturimesh që do të fluturonin në të dy anët pa pilot dhe fluturime të pilotuara. Ata lexuan për veprat e Clelli dhe Langley dhe fluturimet e varura me rrëshqitje të Otto Lilienthal. Ata pranuan se kontrolli i avionit fluturues do të ishte problemi më i rëndësishëm dhe më i vështirë për të zgjidhur. Pra pas një prove të suksesshme të avionëve, Wright ndërtoi dhe testoi një avion të plot. Ata përzgjodhen Kitty Hawk në Karolinën e Veriut si vendin e testimit për shkak të erës, rërës, terrenit kodrinor dhe vendodhjes së largët. Në vitin 1900, vëllezërit Wright testuan me sukses fluturuesin e tyre të ri me 15 kg në krahun e krave për 17 këmbësh dhe mekanizmin e prerjes së krahut në Kitty Hawk në të dy fluturimet pa pilot dhe me pilot. Bazuar në rezultatet, vëllezërit Wright planifikuan të përmirësonin kontrollet dhe pajisjet e uljes së të ndërtimit të një avioni të madh. Në vitin 1901, në Kill Devil Hills në Karolinën e Veriut, vëllezërit Wright fluturuan avionin më të madh të fluturuar ndonjëherë. Ai kishte një krah për 22 këmbësh, një peshë për 100 poundash dhe skidash për ulje. Megjithatë, shumë probleme kanë ndodhur. Krahët nuk kishin fuqi të mjaftueshme ngritse, ascensori përpara nuk ishte efektiv në kontrollin e katranit dhe mekanizmi i prerjes së krahut çfarëpasere shkaktonte që aeroplani të rritte jashtë kontrollit. Në zhgënjimin e tyre ata parashikonin se njeriu ndoshta nuk do të fluturojë kurrë gjatë jetës së tyre, por pavarësisht problemeve me përpjekjet e tyre të fundit në fluturim, vëllezërit Wright shqyrtuan rezultatet e tyre të testimit dhe përcaktuan se llogaritjet që ata kishin përdorur nuk ishin të besueshme. Ata pastaj planifikuan të krijonin një avion të ri me një krah me krah prej 32 këmbësh dhe një bisht për ta ndihmuar atë në stabilizim. Në vitin 1902, vëllezërit Wright fluturuan shumë rrëshqitje testesh duke përdorur avionet e tyre të rinj. Studimet e tyre treguan se një bisht i luajtshëm të ndihmonte në balancimin e zanatit dhe kështu ata lidhen një bisht të luajtshëm me tilat e krahut për të koordinuar shkthesat me sukses. Për të verifikuar testet e tyre të tunelit të erës, shpikësit planifikonin të ndërtonin një avion të mundshëm. Pas muajsh studimi se si funksionojnë elefantët, vëllezërit Wright projektuan një motor me një avion të ri, të fuqishëm për të akomoduar peshën dhe dritjet e motorit. Artizanati peshonte 700 kg dhe u bë i njohur si Flyer.
Vëllezërit Wright pastaj ndërtuan një udhë të lëvizshme për të ndihmuar në nisjen e Flyer, duke i dhënë asaj shpejtësi të mjaftueshme për të hequr dhe për të qëndruar në det. Pas dy përpjekjeve për të fluturuar në këtë makinë, njëra prej të cilave rezultoi me një përplasje të lehtë, Orville Wright mori Flyer për një fluturim të qëndrueshëm prej 12 sekondash në 17 dhjetor të vitit 1903 dhe kështu u krye fluturimi i parë me sukses dhe i pilotuar në histori. Si pjesë e praktikës sistematike të vëllezërve Wright për të fotografuar çdo prototip dhe test të makinave të tyre të ndryshme fluturuese, ata kishin bindur një mjek nga një stacion kujdestar për të shpëtuar Orville Wright në fluturimin e plot. Pas kryerjes së dy fluturimeve më të gjata atë ditë, Orville dhe Wilbur Wright dërguan një telegram tek babai i tyre, duke u dhëruar atë të informonte shtypin se kishte ndodhur fluturimi me njerëz. Kjo ishte lindja e avionit të parë të vërtetë. Në vitin 1911, W.R. Wright Winfield ishte aeroplani i parë për të kaluar Shtetet e Bashkuara. Fluturimi i mori 84 ditë, duke u ndalur 70 herë. Ai u rrëzua aq shumë sa që pak nga materialet e tij origjinale të ndërtimit ende ishin në aeroplan kur mbërriti në Kaliforni. Winfield u emërtua pas një sote rushi të bërë nga Armor Packing Company. Pas vëllezërve Wright, shpikësit vazhduan të përmirësonin aeroplanët. Kjo çoi në shpikjen e avionëve të cilët përdoren si nga linjat ajrore ushtarake, ashtu edhe nga ato komerciale. Një avion është një aeroplan i drejtuar nga motorët e avionit. Avionët fluturojnë shumë më shpejt se aeroplanët me fuqi helike dhe në lartësi më të larta, disa deri në 10.000 deri në 15.000 metra. Dy inxhinierët Frank Whittle nga Mbretëria e Bashkuar dhe Vincent Hohen nga Gjermania merrën me zhvillimin e motorit gjatë fundit të viteve 1930. Aeroplani i raketave Bell X-1 ishte aeroplani i parë për të thyer pengesën e zërit në vitin 1947. Aktualisht X-15 i Amerikës së Veriut mban rekordin botror për shpejtësinë më të lartë të regjistruar ndonjëherë nga një avion i drejtuar me motor. Firmat më aventureske po ashtu kanë filluar të eksperimentojnë me shtytje me raketa, të tilla si Spaceship One, projektuar nga inxhinierja amerikane e hapësirës ajrore Burt Rutan, dhe Spaceship Two e Virgin Galactic. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e mërkurë. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me stuhi dhe rebeshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Ero do të shrymë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 13 deri në 16 gradë Celsius, Kukës 5 deri në 8 gradë, Peshkopi 9 deri në 14 gradë, Tiranë 12 deri në 16 gradë, Durrës 15 deri në 18 gradë, Kavaj 16 deri në 18 gradë, Elbasan 13 deri në 15 gradë, Berat 11 deri në 15 gradë, Korç 8 deri në 14 gradë, Vlorë 14 deri në 19 gradë, Gjirokastër 10 deri në 17 gradë, Sarand 15 deri në 17 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e mërkurë. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Ero do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 6 deri në 12 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 10 gradë, Skënderaj 6 deri në 12 gradë, Pej 8 deri në 12 gradë, Prishtinë 5 deri në 11 gradë,
Gjakov 8 deri në 14 gradë. Malishev 7 deri në 12 gradë. Gjilan 5 deri në 11 gradë. Ferizaj 5 deri në 11 gradë. Kalçanik 5 deri në 10 gradë. Prizren 8 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.